Kjo është edhe gjëja që kemi sistemuar, është kështu me rrota. Këto janë peshat, janë nga 5 kg. Këtu kemi lënë çik Red Bullat për momentin. Ka edhe këto që mund të vësh peshqirin për pasi bën. Ups, e derdha. Pasi bën palestër ja s'ka gjë, se do ta pi unë atë. Ky është edhe balkoni për momentin, do të heq edhe këto lulet. Sepse nuk janë të bukura. Janë tharë pak, edhe këto tavolina do t'i sistemojmë. Është bicikleta e kështu. Të sollajnë çokoladë. Kjo është e fundit, sepse pastaj nuk pi më nga që do bëjmë palestër. Kështu që po gëzojmë për sot, për herë të fundit. Është edhe vegla e parë e palestrës që është montuar. Edhe është si kjo këtu. Është shumë e mirë, por unë nuk pata mundësi ta montoja sepse u mora pak me zjarrin nga që u zgjua nga gjumi. Edhe duket kështu. Tani do montojmë, edhe sa kemi, edhe 2 të tjera? Po. Kemi edhe 2 të tjera. Kjo është edhe pakoja tjetër. A ka emër kjo vegla e palestrës për shembull? Si quhet? Po, janë si është kjo bench është kjo? Që rri ulesh, për të bësh tanga deri. Shtrim. Po kjo është si pun krevati vje. Shazllon. Shazllon. Që ulesh aty edhe ngre gilat ose shtangën. Kjo ka bërë më shtrenjtë nga të gjitha. Se gjitha kam bërë se ti ke blerë, po unë po pesë rrogën për vete, për montimi. Po, do t'japim dhe rrog montimi, pa merak. Sa e bukur që ka me portokalli. Shiko si e kam zgjedhur. Ta gëzosh. Edhe ti. Që Angelo po monton atë pajisjen që sot po ju tregova. Unë do ju tregoj disa gjëra të tjera. Është kjo këtu. Kjo është për pesha. Bashkë me këtë. Kush ka shkuar në palestër e di, thjesht duhet kjo gjëja këtu sipër, që të tërheqësh këto kështu. Pajisjen e kemi, thjesht e kemi pa montuar. Na duhet vetëm ai zinxhiri ose litari për ta lidhur sipër tek pajisja që kemi marr. Edhe për të tërhequr peshat kështu për krahët, për pjesën këtu të krarorit. Tjetër ka marr, këto janë të mijat. Janë këto dyja. Këto janë shumë të forta, kanë lastik kështu dhe janë për këmbët. Hapet në mënyrë të tillë. Vjet rreth kyçit të këmbës. Diçka e tillë kështu. Edhe kjo vjet. Kurse kjo tjetra vjet tek pjesa e veglës së palestrës. Edhe është për ngritjen e këmbës, për të bërë ushtrime për vithet. Është për gocat, sigurisht, nuk është për çunat. Prandaj edhe unë e kam marrë në ngjyroz, e kam marrë për vete.
Këto t'i rregulloj dhe do t'i vendos te kjo këtu. Nuk mendoj se ka gjë më të mirë se të kesh palestër vetë në shtëpi, sikur sa do pak vegla, sepse bën sa herë që mundesh. Kurse ne që jemi mami me fëmijë të vogël, nuk mund të shkojmë dot në palestër sepse unë nuk dua që ta lë zjarin diku tjetër në çerte ose me njerëz. Dua që ta kem vetën në kontroll, tani që po vjen edhe vera, edhe zjarin e lë këtu në ambientin e vetë që ja kam bler me lodra, edhe ndërkohë që ai luan, unë bëj palestër. Tjetër është ky tapeti këtu, edhe këtë e kam marrë për vete. Kjo të tregon se si të vendosësh këmbët që të bësh squat. Edhe është shumë e mirë, ka A, B dhe C. Edhe këtë do ta vendos këtu. E kam dhe tapetin e madh ndërkohë që mund të shtrihesh këtu tek ky bari edhe të bësh plank. Po vendos. Na duhet vetëm zinxhiri i kësaj, që të ta gjejmë këtu në një dyqan që ka këto veglat. Por thjesht nuk kemi dalë që ta marrim. Kurse këto që janë 5 kishe, do të bëj Angelo sa unë me zi ngre. Ose mund të bëj kështu. Të bëj muskull. Apo jo, Angelo? Mund të bëj kështu, shife pak? Po, bën ashtu, bën edhe shumë të tjera që do të mësoj që këmë. Po këtë do ta bëj krahun si burr pastaj. Ka të shfaq. Vërtet? Ejse. Si po më duket vetja kështu me 2 bluze, si atëherë kur më vishte mami kur shkoja në shkollë dhe ishte spot që më vishte bluzë njëra mbi tjetrën. Gjithë ato. Tani shkojmë te Angelo të shohim se çfarë ka montuar deri tani. Sa gjëra ka kjo? Shumë, Ka gjithë ato vida. Vida janë ato. pa. Kjo do jetë shumë e rëndë. Ja. Ai se ishte në karton, është prapë. Po. Sa ishte në karton, si mund të shtohet pesha? Po pra. Arroba. Kjo është pjesa ku do mbështetesh. Po. Kurse kjo është ku shtrihesh, kurse aty ta vë krahët më duket, por do ta shikojmë të montuar gjithsesi. Se besoj se ka dhe shumë punë kjo. Ka. Jemi te step 4, kjo ka step 12. 12. Po. Janë edhe 8 sot. Mbaron për një orë kjo? Angelo është duke montuar këtë të fundit, edhe nga që është e rësuar,
A i do që të mbaroj sot, për gjithsesi unë do filmoj nesër përfundimin. Edhe do ju tregoj se si do jetë balkoni i përfunduar. Ndërkohë unë kam bler edhe këto dritat, që janë me rreze diellore. Pra këtë e vë në një vazo kështu, edhe lë nga është ana e diellit, edhe kjo thith rrezet, edhe këto ndizen natën. Këtu janë 10 metra total. Po e ndes njërë që shikoni sa bukur. Bëjnë goxha dritë. Edhe do duken shumë bukur, por do t'i vë këtu te balkoni. Do t'i kap edhe tek kjo pjesa sipër. Edhe nuk e di si do t'i sajoj, por do ju tregoj nesër. Ja ku jemi përsëri në ditën e dytë të montimit të veglave të palestrës, edhe vegla për të cilën po ju thoja mbrëm ishte kjo këtu. Për të gjithë ata që shkojnë në palestër e dinë se për çfarë shërben. Është për muskujt e barkut, për krahët, edhe uroj t'ava në punë tani. Këtu kam çuar një tavolinë me karrige për të ndenjur dhe për të pirë diçka ose për të shplodhur, por më duhet të mblej një mbulesë tjetër sepse këtë po e merr era. Kurse këtu janë ato dritat, edhe i vendosa, që janë me energjinë diellore. I kam vënë aty, në darkë do t'i ndes dhe do ja tregoj se si do duken. Edhe këtu është vegla palestrës e imja. Kjo është për këmbët, vithet edhe për muskuj barku. Këtu kam lënë një top, ta kemi nëse duam të luajmë, ose edhe për zjarin, por ai është shumë i madh për zjarin. Këtu është edhe ky rafti, e kam rregulluar gjërat që duhen, nëse do dua të bëj palestër tani, mund të shtroj këtë sipër barit dhe pastaj përdor gjërat e tjera që më duhen. Kam lastikun, kam këto për këmbët, janë këto peshat, por ne do marrim dhe peshat të tjera dhe gjëja tjetër që na mungon është vetëm një shtangë. Edhe do ta porosisim këtë javë, sepse i duhet Angelos për të bërë për shpatullat dhe krahët. Dhe vegla tjetër është kjo këtu, tani ka rënë hija te kjo pjesa këtu, besoj se edhe ju e shihni. Edhe kjo është shumë funksionale. Këtu sipër vendoset shtanga, që nuk e kemi bler akoma. Siç e shikoni dhe ju, balkoni ka goxha hapësirë për të bërë palestër, ndaj dhe ne shfrytzuam këtë vend. Dhe këtu kam vendosur edhe 2 shezllona që të rrim të marrim rreze kur duam, ose të ulemi dhe të pim diçka, të lexojmë libër, ndërkohë për këtu kam porositur një tavolinë të vogël që ta kemi aty në mes dhe të vendos disa libra. Dhe të lexojmë nëse duam, pse jo, ose të bëj unë detyrat e kursit tim të spanjishtes. Dhe këtu kam vendosur vetëm këtë lulen, për që po më pëlqen të marr dhe një 2-3 të tjera, se japin shumë bukuri balkonit. Janë si lule palma në mos gaboj. Këto dritat thjesht duhet të ndizen. Vendi është gati tani dhe unë do filloj direkt që nesër. Mundësisht që në mëngjes të zgjohem, sepse di që do na bëj shumë mirë, ose mund të bëj dhe në darkë, nuk e di. Varet. Ja, ndërkohë që tani zjarri është duke fletur, unë mund të bëj palestër. Për sot po e lë pushim, me qenë se u mora dhe me pastrimin e balkonit pjesën tjetër. Dhe po filloj direkt që nesër, mendoj që në mëngjes do ishte shumë mirë. Po e mbyll tani videon këtu dhe do ju tregoj përfundimin vetëm në darkë kur të ndezim edhe dritat.